Vëshiri Kosovës, Zotri Kasniqi ju thatë që kandidati I jashtëm për kryeministër duhet të jetë kryetar I PDP-s. Më herën ju keni deklaruar që Zotri Hamza do të jetë kandidat për kryeministër në zgjedhjet e mëshme të parakohshme. Realisht, a do të ketë gabë brenda PDP-s për kryetar në për të rani ju se ish kandidat për kryetar tashmë, si dhe a ka divergjenca brenda PDP-s Zotri Kasniqi, cilat janë arsyet reale për këtë heqje? Ju jemi të a keni rënë edhe prej presionit edhe të kryetarit Ladroci, I cili ka kurzuar një lloj heqje tyje me shkuarjen në listë të re me zgjedhje ose jo të jashtëzakonshme? Faleminderit. Unë kom pas fatin me qenë para jush, po edhe para gjeneratave ma të vjetra se ju si gazetar, tash e 2 dekada s'pakun politik. Ma merë mendja që nëse mëni me ma dhoni një kredit, kish me qenë që kom qenë shumë I sinqert dhe shumë I drejt për drejt gjithmonë. Ato që e thash është arsyeja e plot dhe e vetë. Është një reflektim më I gjatë, një planifikim më tjetër, dhe një vendim që ndoshta do ta merrja më herët sikur të kishim mundësi që të kemi stabilitet institucional. Sikur të kishte ndodhur një qeveri që ne e kemi planifikuar, unë do I shpallja zgjedhjet e partisë dhe nuk do të kisha garuar. Ky ka qenë edhe plani. Por me qenë se tash jemi para zgjedhjeve, ju thash është reflektim që duhet ta kemi edhe kandidatin për kryeministër kryetar, jam I bindur në këtë. Çështja e Drenasit është çështje që e kam adresuar. Por është vetëm një fusnot në arsyet për cilat folëm. Ndërsa ju dhatë dhe përgjigjen pyetjen e juaj. Unë jam I bindur që kandidati Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër duhet jetë Bedri Hamza, sepse jam po ashtu I bindur që është kryeministri më I mirë që mund ta ketë Kosova sot. Dhe normalisht që nëse miku im Bedri Hamza kandidon për të qenë kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës, ai e ka mbështetjen time të plotë, sepse besoj në leadershipin e tij dhe besoj që është figura e cila mund t'i pri Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Gara është e hapur, kushdo që I plotson kriteret statutare dhe të rregulluara së konventës ka drejt me garu, ka pas gjithmonë. 2 herat e kaluara kur kam garuar s'kam pas kundër kandidat, nuk mund të them a do të ketë tash, nuk mund të them për askënd që do të garoj, por preferencën time për Bedri Hamzën nuk e mshefi përkundrazi me knatësi e bëj publike. Do të thënë që ka pasur ndonjë konsult paraprafë në senso të thonë se çështja e dorëheqjes ku që jeni duke menduar, e keni pasur rast që edhe me ishprerjet e PDP-s në hapa diskutoni një çështje të tillë dhe tek çështja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, deri më tash Partia Demokratike e Kosovës ka marrë ndonjë test për ndonjë deputet individual nga mandatari I dytë për të votuar qeverinë në Përkundër miteve që kryesisht I krijojnë kundërshtar tonë politik, Zoti Thaçi e Zoti Veseli as nuk janë përzi, as nuk përzihen në udhëheqjen e as në vendimet e Partisë Demokratike të Kosovës. Kto kanë qenë gjithmonë deklarata dashakësia, me thënë drejtën, kështu që jo, nuk kam pasur diskutime me ta, sepse edhe ka qenë shumë e vështirë që t'i shohim e t'i kontaktojmë, se dini që ka 2 vite që janë me restriksione të rënda, dhe unë nuk po mrit që t'i vizitoj për shkak të këtyre limiteve më shumë se 3-4 herë në vjet. Por ne e njohim pas mirë njëri tjetrin. Kam qenë në kryetar edhe I Zotit Thaçi edhe I Zotit Veseli për kohë të gjatë, kemi bashkëpunuar shumë dhe nuk besoj ose shpresoj që s'kam I befasu ky vendim, dhe jam I bindur që edhe sot kur e marrin vesh këtë vendim, ata e dinë që ky është vendimi I duhur, siç e kam marrë gjitha vendimet, unë konsideroj të duhura për Partinë Demokratike të Kosovës gjithmonë, veçanërisht kur jam kryetar. Për sa I përket çështjes së seancës për mandatorin Konjuca, kërkesa ime ka qenë që ata të nesërmën ta ftojnë seancën, sepse sikur ta kishin ftuar nesërmën, sikur ta ftojnë nesër, si ta ftojnë me 19 kur kanë afatin e fundit, rezultati dihet, ka me dështu. Nuk ka asnjë mundësi me kriju një qeveri 3 lëvizjave të vendosur. Dhe rrjedhimisht ne po shkojmë drejt zgjedhjeve.
Sa më herët që t'ishin bërë zgjedhjet kishme qenë më mirë, por kjo pastaj mbetet çështje e afateve kushtetuese. Nuk ka pasur kontakte, nuk ka pasur kërkesa, unë besoj që po dihet botërisht që ata e kanë marrë vetëm për me zvarrit kohë, në funksion të balotazhit, me kriju një mjegull kinse e kemi një shans, por që realisht ata e dinë që s'kan asnjë shans me bo konjufsën kryeministër.